Shqipëria realizoi rreth një dekadë më parë një nga reformat territoriale më të thella në rajon, por mbi 10 vite pas miratimit të saj, një pjesë e konsiderueshme e reformës nuk është zbatuar plotësisht në praktik. Një raport i fundit i Sigmas, strukturë pranë Bashkimit Evropian, evidenton se pushteti vendor në vend vijon të jetë financiarisht i brisht, me autonomi të kufizuar dhe me vështirësi serioze në ofrimin e shërbimeve publike. Sipas raportit, Implementation and Challenges of Multi-Level Governance in the Western Balkans, Shqipëria ka krijuar një kuadër ligjor të harmonizuar me standardet e Bashkimit Evropian për vetë qeverisjen vendore, por zbatimi i tij mbetet problematik, veçanërisht në aspektin e financave, kompetencave dhe bashkëndimit me qeverinë qendrore. Reforma territoriale viti 2015, e cila reduktoi numrin e njësive vendore nga 373 në 61 bashki, nuk u shoqërua me decentralizim të vërtet financiar dhe funksional. Aktualisht, bashkitë mbajnë përgjegjësi kryesisht për shërbime teknike, si mbetjet, uji, kanalizimet dhe rrugët lokale, ndërsa sektor kyç si arsimi dhe shëndetësia mbeten të centralizuar. Edhe pse autonomia garantohen ligjërisht, kontrolli financiar dhe administrativ i qeverisë qendrore e kufizon atë ndjeshëm. Raporti thekson se financimi është sfida kryesore e pushtetit vendor, pasi shumica e bashkive varen nga transfertat shtetërore dhe përballen me pabarazi të theksuara financiare. Sigma përfundon se, pa reforma fiskale dhe transferim real kompetencash, decentralizimi në Shqipëri mbetet i papërfunduar, duke i kthyer bashkitë më shumë në struktura administrative sesa aktor zhvillimi vendor.